Bismillahirrahmanirrahim. Faraoni në Kur'an, zbulimi i sekreteve. Faraoni është një figurë diktatoriale e cila përmendet në Kur'an, sidomos në lidhje me historinë e pejgamberit Musa a.s. Në Kur'an faraoni përfaqëson kryenësinë, arrogancën dhe mohimin ndaj Zotit, si dhe në këndvështrimin e përballjes me të dërguarin Musa a.s. që dërgohet për ta udhëzuar të dhe popullin e tij. Ja disa pika të rëndësishme lidhur me faraonin në Kur'an. Në 1. Arroganca dhe mohimi. Faraoni e mohoi ekzistencën e Zotit dhe e shpalli veten si Zot. Tha en rabbuka ala. Duke thënë se ajo që kishte ndërtuar dhe arritur ishte vetëm rezultat i fuqisë së tij. Në 2. Persekutoi hebrejt. Ai e persekutoi popullin e Izraelit duke i shtypur dhe i bërë sklever dhe refuzoi të dëgjonte thirrjen e Musait për t'i liruar ata. Në 3. Takimi me Musain a.s. Faraoni kishte disa takime me Musën, ku ky fundit i sillte argumente të forta dhe mrekulli për të dëshmuar fuqinë e Allahut, por faraoni mbeti pa ndryshuar në qendrim, pra nuk u përmirësua. Në 4. Mrekullitë e Zotit. Për të provuar faraonin, Zoti dërgoi mrekulli duke përfshirë ndodhi si ndëshkime me bretkoca, karkaleca, ujëra që shndrohen në gjak, storma, por prapse ai nuk u bind. Në 5. Një fund tragjik. Faraoni u fundos në detin e Kuq pasi e ndoqi Musain dhe popullin e tij në përpjekje për t'i kapur ata. Kjo ndodhi pasi Musai e ndau detin me urdhrin e Allahut te bareke ve taala. Në 6. Mësimet që duhen nxjerr. Historia e faraonit shërben si një paralajmërim për ata që refuzojnë të besojnë dhe që mohojnë fuqinë e Krijuesit, duke treguar se çdo arrogant do të marrë një fund. Do të ketë një epilog të hidhur. Prandaj arroganca është veti e prishur, është veti delikuente, është veti deviante dhe duhet të shmangemi nga kjo veti. 7. Zbulesa e sekreteve. Ndikimi i faraonit në moralin dhe etikën e shoqërisë përmendet në Kur'an për të ilustruar pasojat e qëndrimeve arrogante dhe mohimin ndaj Zotit. Duke shpalosur arrogancën e tij, ai ndikonte edhe tek shoqëria dhe tek populli. Andaj, ajo arrogancë është edhe shembull në ditët e sotme që njerëzit arrogant nuk arrin asnjëherë sukses. Padyshim se Zoti është me besimtarët, njerëzit modest dhe njerëzit që duan punën, progresin dhe veprimin e gjërave të bukura dhe të mira në shërbim të shoqërisë. Historia e faraonit në Kur'an është një mesazh për besimtarët mbi rëndësinë e përulësisë, besimit dhe ndihmës së Zotit për ata që e kërkojnë atë. Si thot Zoti në Kur'an, udhuni fastajib lakum, lutmuni mua dhe unë ju përgjigjem. Prandaj ne i mbështetemi Allahut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Zoti i madhreshëm, ai është ndihmtari ynë, krijuesi ynë. Dhe ne jemi të përulur, dhe ne jemi modest, të sinqert dhe të drejtë.